Pash valixhe në dysheme duke lëvizur. Një zë i ullët mashkull i doli brënda. Ndhem gjoksi, afrohem, hap zinxhirin dhe në atë moment ngriva. Brenda ishte një burr, trupi i përdredhur pamundur, ende merrte frym, më kërkoi t'ia ktheja kokën. Me shkopin gati nga dhimbja e bëra. Unë gatërua keq dhe më luti ta nxirrja. Sa po e lëviza, ai bërtiti nga dhimbja dhe një monedha ari i doli nga goja. Ngriva, tha qet, sa herë lëndohet del një monedhë e çdo monedhë që shpëtoi është inja. E vështrova monedhën me dyshim dhe e mbylla çantën për ta çuar në dhomë. Të nesërmen, shoku i dhomës më ndoqi, por jeni doli me vrap e zbet si fantazm, duke menduar se kisha vrarë dik. Dëgjoj shoku, hevrapoj lart. Njeriu në valixhe zgjati dorën duke na rrëqethur. Gjeni kërkoi ta shpëtonim. Ndihmova dhe unë, por kur dridhe i binin monedha. Sytë e shokut të ndryshuan. Sugjeroi ta bënim të vuante përpara. Më erdhi për të vjellë. Ishte çudi, rrezik. Më dëgjoi, hodhi valixhen shkallëve dhe ari doli jashtë. Monedhat verbonin. U lëkunda. Do ta mbanim 2 ditë e pastaj lirim. Por grumbulli po i çmente. Kur theminish heqje dhëmbësh, taka të larta, makinë tensioni.